Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditëshëm komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 19 gusht dhe përsëri Kishën Ortodokse na nxit të lexojmë nga letra e dytë e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 6, vargu 11 deri në vargun 16. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetrave. Goja jon u ha për ju o Korintas, zemra jon u bë e gjerë. Ju nuk jeni ngushtë në ne, por ju jeni të ngushtë në zemrat tuaja. Po në shkëmbim po flasë fëmijë, bëhuni të gjerë dhe ju. Mos hyni në një zgjedhje bashkë me të pabesës, sepse shlidhje ka drejtësia me paullsinë, dhe çfarë afrie ka drita me terin, dhe çarmoni ka Krishti me Beliarin, ose ç'pjesë ka besimtari me jo besimtarin, dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt, sepse ju jeni tempulli i Perëndisë gjatë, sikurse tha Perëndia. Unë do të banoj në mes tyre dhe do të ecë ndër ta, do të jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli im. Pra, kjo është pjesa që lexojmë sot nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, letra 2, kapitulli 6, vargu 11 deri në vargun 16. Le ta komentojmë sipas hetrave. Fillojmë me vargu 11. Goja jon u ha për ju o Korintas, zemra jon u bë e gjerë. Shënjan Gojarti thotë se e shikon këtë fjalë të Apostullit Pavlit si shprehje dashurisë së madhe të Pavlit për Korintasit. Pavli nuk u flet Korintasve me rezervë, po me zemër të hapur, si babai fëmijëve të vet. Nuk sheh asnjë prej tyre dhe dashuria e tij e ka bërë zemrën në mënyrë figurative shumë të gjerë. Pra, ai flet me zemrën në dorë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse zemra zgjerohet nga dashuria. Njeriu që do nuk mbyllet në vetvete, ai ka hapësirë për tjetrin, për dhimbjen e tij, për dobësinë e tij dhe për shpëtimin e tij. Pra, goja e hapur me ndërgjegjen e pastër do të thotë që njeriu që nuk ka një ndërgjegje të rënduar mund të flasë lirshëm, ndërsa ndërgjegja e keqe bën njeriu të fiksuar dhe të pasigurt dhe mos jetë i sinqert. Apostulli Pavli nuk ka nevojë të mbrohet me dredhi, sepse jeta e tij është dëshmia e fjalëve të tij. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, vargu 12. Ju nuk jeni ngushtë në ne, por ju jeni të ngushtuar në zemrën tuaj. Pra, Shënjan Gojarti përsëri shpreh një shpjegim shumë të bukur për këto fjalë të Apostullit Pavlit. Zemra e atij që do është e gjerë, kur dashuria mungon, zemra ngushtohet. Pavli nuk i akuzon të ripërdet Korintasit se nuk e duan, ai tregon pasojat dhe i lë ata të kuptojnë vetë shkakun pse kanë filluar të mbajnë një qëndrim ndaj Apostullit Pavlit. Pra, problemi nuk është se Pavli i ka larguar ata nga zemra e tij, përkundazi ata janë të pranishëm në zemrën e Pavlit, por ngushtësia është në zemrën e tyre. Ka dhe një kuptim shumë të fortë edhe për neve, mëkati e ngushton zemrën, dashuria e zgjeron. Kur zemra mbushet me xhelozi, krenari, dyshim, lakmi ose lidhje të gabura, ajo humbet hapësirën për Perëndin dhe për të afërmin. Sepse dashuria për Perëndin dhe dashuria për të afërmin është një dashuri. Jemi në vargun 13, por në shkëmbim po ju flas si fëmijëve, bëhuni të gjerë dhe ju. Shënjan Gojarti vëren diçka të jashtëzakonshme. Në këto fjalë Pavli nuk kërkon një shpërblim të madh për gjithë mundimet e tij, ai kërkon vetëm dashuri të fëmijëve për të, pra fëmijëve shpirtëror flasim, për Apostull Pavlin si atin e tyre shpirtëror. Ai thotë në thelb, unë ju kam dashur i pari, tani më ktheni ju këtë dashuri. Dhe apostulli thotë si fëmijëve, pra duhet ta kuptojmë se ai flet si një atë shpirtëror. Gojarti thekson se Pavli nuk përmend rreziqet, burgimet, vuajtjet dhe vdekjet që kishte përballuar për ta, por nuk i përdor ato për t'i detyruar në dashurinë e tyre. Ai përmend vetëm dashurinë. Ky është një mësim shumë i madh. Autoriteti i vërtet shpirtëror nuk thotë më detyroheni sepse kam bërë shumë për ju, ai thotë më doni sepse unë ju dua. Ky lloj autoriteti shpirtëror duhet karakterizojë dikë që është thirrur në kish për drejtuar popullin e Perëndis, si klerik, flasim për një episkop, për një prift, pra nuk imponohet autoriteti, por fitohet duke treguar shembull e dashurie dhe sakrifice. Dhe në vargun 14 na thuhet: mos hyni në një zgjedhje bashkë me të pabesës, se shlidhje ka drejtësia me paullsinë dhe çfarë afrie ka drita me terrin.
Pra, apostulli është i drejt për drejt me Korintasit, dhe sipas Shën Johan Gojartit bën një dallim shumë të rëndësishëm. Ai nuk thot thjesht mos u përzjeni fare me të pabesët. Paralajmërimi ka të bëjë me një bashkim të tillë që e largon besimtarin nga rruga e tij, sepse besimtari është një qenie shoqërore, është në këtë botë, në këtë botë ka të mirë dhe të ligjë. Pra, nuk mund të ndajemi nga bota, por çështja është duhet jemi të vëmendshëm me kë shoqërohemi. Shën Johan Gojarti e krahason me një baba që sheh birin e vet duke praktikuar shoqërinë e mirë për njerëz të këqij. Prandaj edhe apostulli flet këto fjalë. Pra, zgjedha nuk është thjesht një kontakt njerëzor, nuk do thotë që i krishteri duhet t'i urrejë njerëzit që nuk besojnë, përkundrazi i krishteri duhet t'i dojë dhe dëshirojë shpëtimin e tyre, por nuk mund të vihet në zgjedhjen e mëkatarëve, pra nuk mund t'ju imponohet mëkatari të krishhterit. Krishteri duhet të jetë i lirë. Prandaj, i krishteri nuk do të vendos veten i bashkim shpirtëror ose moral, kur ky lloj bashkimi, kjo lloj shoqërie të marr formën e botës, pra sipas frymës së botës, ligjeve të botës dhe pasioneve të saj. Shën Grigori i Nisës thot, drita dhe errësira nuk mund të bashkëtojnë si parime në të njëjtën mënyrë jetese. Ai aplikon vargun edhe brenda vetë njeriut. Besimi është drita, ndërsa zakonet mëkatare janë errësira. Kur njeriu përpiqet të mbajë të dyja, ai bëhet i ndarë brenda vetes. Kjo është shumë e rëndësishme. Mos u lidh me të pabesin nuk është vetëm një paralajmërim për njerëzit përreth nesh, është dhe një paralajmërim për ndarjen brenda zemrës sonë, pra që aty fillon problemi i ndarjes. Çfarë motivesh ne kemi për të lidhur me një person, për të shoqëruar me një person? Jemi në vargun 15. Dhe çfarë muni ka Krishti me Beliarin ose ç'pjesë ka besimtari me jo besimtarin? Shën Johan Gojarti bën një koment për këto fjalë të apostull Pavlit, e kupton Beliarin në kontrast me Krishtin. Beliari do thotë për djallin, Krishti e çon njeriu në bindje, drejtësi dhe shenjtëri, Beliali e përfaqëson rrugën e kundërt, pra rrugën djallëzore. Apostulli e rrit shkallën, drejtësi, paullësi, dritë, errësirë, Krishti, Beliari, besimtari, jo besimtari. Prandaj, ne duhet jemi të ndërgjegjshëm për këtë dallim, dhe vazhdon Gojarti dhe përdor një logjik shumë të bukur pastorale. Pavli nuk i poshtron Korintasit, edhe ai nuk thot vetëm ata që janë të këqij, ai kujton dinjitetin e tyre. Ju jeni të Krishtit, por të lidheni me ata që është kundër Krishtit, çfarë dobi do të keni? Shën Jeronimi e zbaton vargun dhe në zemrën individuale. Nuk mund të ketë dashuri, thot ai, të kundërta në të njëjtën zemër. Nëse do të mirën, duhet largohesh nga e keqja. Dashuria për Perëndin sjell dhe urrëtin për mëkatin. Kjo nuk do thotë të urresh njeriu, kjo do thotë të urresh të keqen që ndan nga Perëndia dhe që njeriu e bashkon me veten e vet. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Besimtari nuk duhet bashkojë në jetën e tij Krishtin dhe demonët, sepse Shpirti i Shenjtë nuk pajtohet me një jetë që jap vend Satanait. Neve kemi marrë Shpirtin e Shenjtë dhe këtë Shpirt të Shenjtë e kemi marrë në ditën që u pagzuam dhe mirosëm. Prandaj nuk mund t'i lëm një cep Shpirtit të Shenjtë në një kënd të zemrës sonë dhe pastaj t'i lëm dhe frymës demoniake. Nuk mund të rinë të dyja bashkë në një. Njëri do të largohet dhe tjetri do të afrohet. Jemi në vargun 16. Dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndis me idhujt, sepse ju jeni tempulli i Perëndis i gjallë, sikurse ta Perëndia. Unë do të banoj në mes tyre dhe do të ecë ndër ta. Do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im. Këtu arrin dhe kulmi i gjithë argumentit. Pavli nuk thot vetëm mos bëj këtë, ai thot kujto çfarë je. Pra je një i krishter, je i Krishtit, je një krisht në botë dhe duhet pasur kujdes nga dy realitetet të kundërta dhe njeriu duhet largohet nga njëri dhe të lidhet me tjetrin. Idhut janë të papajtueshëm me tempullin e Perëndis, sepse janë e kundërta e tempullit që adhuron Perëndin, kurse idhujt na çojnë tek demonët. Por besimtari është tempulli i Perëndis i gjallë, kështu që nuk mund të mbaj edhe Zotin, edhe një idhull. Shën Grigori i Nisës thot dhe shikon këtë si një deklaratë të madhe për dinjitetin e njeriu. Njeriu është krijuar sipas ikonës së Perëndis dhe nëpërmjet të rit bëhet vendbanimi i Perëndis. Kështu që këtë Shën Grigori e lidh me fjalët e apostullit Pavlit. Unë do të banoj në ta dhe do të eci në ta. Pra, madhështia e njeriu si krijesë e bëhet e tillë kur ai ka praninë e Perëndis brenda vetes së tij.
Pra, kjo ndryshon krejt mënyrën se si ne e shohim mëkatin. Mëkati nuk është vetëm bërja një gjë të gabuar, është e ndota vendin, pra tempullin e gjallë që është trupi im dhe shpirti im, vendin ku banon Perëndia. Shën Tertuliani thot dhe e lidh drejt për drejt këtë varg me thirrjen për t'u ndarë nga papastërtia, pra degenerimi moral. Nëse besimtari është tempulli i Perëndis, atëherë nuk mund ta trajtoj trupin dhe jetën e tij sikur mos i përkasin Perëndis, pra në shturje. Shën Cipriani thot se jeta e krishterë duhet të tregojë se Perëndia banon në ne. Pra, shenjtëria e brendshme duhet të bëhet e dukshme në mënyrën se si ne i jetojmë. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por t'u takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.